prezentoj temën tonë, retinopatia diabetike proliferative, implikimet neuropsikiatrike dhe psikologjike. Retinopatia diabetike proliferative është komplikimi i retinopatisë diabetike iskemike, ekzistimi i zonave iskemike, retinole, hipoksike, në më shumë se 1 të ditën e sipërfaqes së retinës, provokon paraqitjen e neovazave në retinë, papillë dhe rës. Metodat ekzamenuese, ekzamenimet klinike dhe funksionale, ekzamenimet biomikroskopik, oftalmoskopia direkte, indirekte, oftalmoskopia me skaner laserik, retinografia, arteriografia me substancat kontrastit, tomografia koherente optike retinale, elektrofiziologjia, ekzaminimi i ngjyrave dhe fusha vizive. Shenjat subjektive, reduktimi i vizuesit, amputimi i fushës vizive, diskomatopsi sipas aksit blu-verdh dhe amoroza. Shenjat objektive, neovazat në diskun papillar, neovazat në rrethinën e diskut optik, në një sipërfaqe më të madhe se 1/4 e diametrit të papillës, me ose pa hemorragji, hemorragji persistente në detrës, shkolite retinale dhe glaukoma neovaskulare. Rreth 10% e diabetikëve me retinopati diabetike komplikohen me retinopati diabetike proliferative. Rreziku i verbrimit të smundit me retinopati diabetike proliferative është rreth 50% pas një kozgjatje mbi 5 vite. Dhe kjo është indikuar drejt për së drejtë nga kushtet e trajtimit dhe nga kozgjatja. Për këtë arsye, rol të rëndësishëm duhet t'i kushtohet implikimeve neuropsikiatrike, psikiatrike, neurologjike dhe psikologjike. Rastet e me retinopati diabetike të shkruar me implikime psikiatrike dhe psikologjike në territorin e Kosovës gjatë një periudhe prej 2002-2009 te grupmoshat prej 50 dhe 60 vjet ka qenë grupmosha më e afektuar me 61 rast, 55%, dhe meshkujt kanë qenë më të afektuar me 66, 59% dhe 45 raste ose 41% e 101 raste të selektuar dhe të trajtuar nga të gjithë oftalmologë, si në Kosovë ashtu edhe jashtë Kosovës, kom pasën rastin me i morë këtë në studim, për arsye se më dhënë komisionet mjekësore në nivel të Kosovës dhe pas të gjitha dosjet e këtyre pacientëve. Implikimet neuropsikiatrike dhe psikologjike të retinopatia diabetike, implikimet neurologjike, atrofia e retinës, shkolitja e retinës, subatrofia dhe atrofia e papillës nervit optik, shkolitja e kupës së papillës nervit optik, neuropatia optike diabetike dhe amoroza. Implikimet psikiatrike, anksioziteti, depresioni me 57 raste, 51.3%. Çrregullim të stresit posttraumatik, 31 rast ose 27.9%. Psikozat me 14 raste ose 12.9% dhe bashkëshoqërimi i retardimit psikomotorik me 9 raste ose 8.1%. Këto vlen të cekët se retardimi psikomotorik nuk ka qenë si komplikim apo i retinopatisë diabetike proliferative, po pacientët e respektuar kanë pas më përpara që nga lindja retardimin psikomotorik dhe për këto pacient në grupin tonë studiuesi më morë vesh të formohen protokolle caktuar në mënyrë që të kushtohet një kujdestar i veçantë për arsye se këto kanë bulimi dhe kanë çrregullime të tjera të cilat nuk mund as në ushqim, as në trajtim dhe as në konsultime të rregullta, qoftë oftalmologu apo psikiatri, sillen në terapinë marrë nga klinicisti ordinues. Rastet e retinopatisë diabetike me retardim psikomotorik kanë qenë gjithsej në raste, 6 raste kanë qenë me retardim të rëndë psikomotorik, një rast ka qenë me retardim të mesëm psikomotorik dhe 2 raste kanë qenë me retardim të rëndë psikomotorik, duke dominu gjenia mashkullore, 5 dhe 4 rasteve. Këto janë përcaktuar të gjithë pacientët në bazë të koeficientit të inteligjencës nga psikologu. Trajtimi i retinopatisë diabetike me panfotografinë retinal, ciklokria destruksion dhe vitrektomi, gjithsej ka qenë me panfotografinë retinal 67 raste ose 60.36%, me ciklokria destruksion gjithsej 25 raste ose 22%, me vitrektomi gjithsej 19 raste ose 17.1%. Vlen të thekë se vitrektomia nuk është bërë në qendrat e Kosovës, po është bërë në Ljobljan, Turqi, Francë, në Strasburg e tjera, disa nga pacientë janë pacientë të vetë, sidomos të regionit të Vetis Kabashit, se ka një epidemiologji caktuar. Këto mund ta shihni edhe trajtimin e retinopatisë diabetike, i neovaza retinolit të izoluara me fotokoagulim laserik sektorial,
me impakt të afarnjerit tjetër, të koagulohet periferia e retinës pa kaluar arkun e vazave temporale, realizohen 3000 impakte, diametri as 500 mikron, në kohë 0,1-0,2 sekonda, në 6 seanca, çdo 15 ditë, duke filluar në retinën inferiore, nazale lartë dhe në fund atemporale. Kemi edhe trajtimin laserik ma konfliant edhe me 5000 impakte. Këtë trajtim ka pas përmesim në pas 6 muajve të mohon, 6 muaj varë, duke morë vizukse para trajtimit dhe pas trajtimit, 18 rast ose 27%. Stabilizim ka pas 36 rast ose 53%, përkëtësim ka pas 13 rast ose 20%. Rezultati e retinopatisë diabetike proliferative redukton në 60% në rrezikun e vëzhgjerisë nga retinopatia diabetike proliferative, por proliferimi është shumë i gjerë dhe shoqërohet me rubeosterizë, pa në fotokoagulime retinal duhet të jetë më theksuar konfluent dhe me pas 5000 impakte të dhëndra. Kjo metodja pa amplitim të fushës vizive, shtim të edemus makulare, shkolitë të retinës, hemorapi dhe miopi tranzitore. Këtu e kemi pasën një rast që është vitrektomia dhe endolaseri për retinopatia diabetike proliferative me kompjuter, kjo kompjuter nuk e video spjegime nuk e qej, e kemi fundus kamerën, edhe mënyrën grafike të cilën unë e kam paramendu dhe e kam një botim me një revist me indeks ndërkombëtar. Retinopatia diabetike, trajtimi me ciklotrija destruksion, rezultatet për 25% të rasteve. Për 25 raste, përmesim të 10 raste ose 8%, stabilizim 18 raste ose 72%, përkëtësim 5 raste ose 80%, gjithsesi do të thonë një rezultat me 80% të rasteve dhe stabilizim të lëvaza për 6 muaj. Krija aplikimi me 25 katrat impakte për çdo kwadrant, bën destruksion e zonave të paperfuzuara, kjo përdoret edhe te glaukomën neovaskulare. Trajtimi me vitrektomi, rezultatet e vitrektomisë të cilët janë përcjell, përmesim kemi pas të 11 raste ose 58%, stabilizim të 6 raste 30%, përkëtësim të 2 raste 10%. Vitrektomia indikohet të rastet e retinopatisë diabetike që shoqërohet me hemorragji intravitrale, masive që nuk është shtiktur për 6 deri 3 muaj, shkolitje retinale nga traksioni